Drejtuesi politik i koalicionit Euroatlantik Lulzim Basha u takua me fermer në Divjak për t'u njohur me problematikat me të cilat përballen. Puna jote e ka bekuar këtë. Si zgjidhje Basha u paraqiti programin e koalicionit Euroatlantik, i cili parashikon 100 milion euro subvencione në vit dhe 50 milion euro për infrastruktur, që sipas tij do t'ju vinë në ndihmë 150.000 familjesh fermerësh. E vetmja gjë që ka nevojë është ke një qeveri që ju jep dorën, jo që ju jep shkelmin. Kështu që me planin ton 100 milion euro subvencione në vit dhe akses në treg. Pa ngritur bujqësinë, pa ngritur fermerin shqiptar, nuk ngrihet ekonomia, as mirëqenia. Drejtuesi i koalicionit Euroatlantik pati takime edhe në zonën e Saukut në Tiranë me qytetarë dhe biznese të vogla. Kiti le pension. Shkot. Atë bash ilaçe, atë pishti i kafes. Atë pagush dritat. Basha u paraqiti pikat e programit që parashikon që pensioni minimal do të jetë 250 euro, për pensionistët me të ardhura nën 300 euro. Premton një kompensim fiks mujor për ilaçet dhe energjinë elektrike. Ti lekët siç i merrni çoni për ilaçe për energji elektrike. Prandaj, gjëja e parë duhet mbyll kjo vrim. Domethënë, çka ka pensione nën 300.000 lekë të vjetra, ilaçet dhe energjinë me pagesë fikse nga shteti. Basha gjatë takimeve kërkoi votën për kandidatët e koalicionit Euroatlantik në zgjedhjet e 11 majit. Do mbino apo 313?